Kurti, a dëgjove, na pritni së shpejti po vim. Terroristët e Severna Brigada kërcënojnë Kurtin dhe Kosovën. Hajde ta ndëgjojnë, a pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Само да поздравим мою художку Маню, люби брат. Mi smo tu trenutno radimo ja i moj brat Rus. Здорово! Большой привет! Svima veliki pozdrav od nas. Spremamo se za Sveto Kosovo. Da vidimo onda što će da bude kad tamo dođemo sa ovoga ratišta. Kako kažu ovdje, sve će biti Rusija, samo Kosovo, Srbija. Čekajte nas, sve skoro dolazimo. Onda ćemo njima postati vi ako mi. Volim vas, brat. Vallojnë, edhe që shene jo, jeni sigurat atë qetë që lehen edhe nuk ka fshojnë. Jena mësu me juve. Do më thonë, saj përket pjesës që është kërcënu kryeministri, është kërcënue duke ja vendosur një foto, do më thonë me një snajper, dhe këta Severna e Brigadës e kanë qenuar që na kena kishe, do më thonë Serbia ka armatime tonelata që me zhdu Kosovën. E dina që që keni zhdu Kosovën, e dina vitin 1999 që ju kanë bo, që ju kanë këthuja mërgj unë Serbi. Prandaj, populli dashur, këta veç lehin, do më thonë, e nuk ka fshojnë, sepse Kosova është Shqipëri pik. Edhe nuk kem që e diskutojmë këtë pjesë. E sa për pjesën e kërcënimeve tyne, e dina në vitin 2023-2022 kur ndodhi rasti bojnë s'ka qysh action si kur kudrat në për ara. E që besa një me pe këtynov qetnika, këtynov qeve të servise pa të hangën në plomën lullet balit, që besoj e keni pa tonat fëtë. E sa për pjesën e Albin Shqiptaris, do më thonë kryeministrit tonë, mos e bani gajle, sepse nuk i ndodh senat i njerit që më ndodh me pa Kosovën e Qebesa dhe Shqiptarin ma të sigur. Këta laskucat e Sërbis lehen e nuk afshojnë. Nëse jeni të zoti, hajdeni, ju presim. Unë si jom kërkushi me full për këtë pjesë, po pasha Allah në malë për ja u garantoj këtë sen, që për Kosovën jëm gjendje dhe jetën me lonë.